Mirë se ju gjeta, kërkoj falje për vonesën. Po besoj që situata është e qartë, komplet, në spaku për mua, dhe Zoti Kurti në kalkulimet e tij ka bë një gabim dhe një e papritur i ka ndodhur. Dhe po filloj për të papriturës, e papritura ka qenë deklarimi Murat Jasharit. Pra deklarimi i tij, unë mendoj që si më thon, e zhbën planifikimin e tij, të cilin e shpërfaq zyra e presidencës. Pra është shumë e rëndësishme i pa gjanat si kanë rrjedh për me kuptu skenarin me cilin ka operu Zoti Kurti. Pra Zoti Kurti ka operu me skenar me cilin krijon përshtypjen që po don mu marrë vesh, gjun në sferën publike emra të cilët janë të, si me thonë, të pakontestueshëm, spaku nga një subjekt politik opozitar, shpreson që këta emra mos deklarohen dhe më pastaj të bëj atë që e bën më së miri, të krijoj përshtypjen që mund të mirësh vesh me të dhe në fund, domethënë, nuk bën asgjë. Ka shpresuar që s'do deklarohen as nga familja e Jasharit fare? Po, sepse është na duhet pak edhe me u kthy në kohë. Sa herë që kemi temat të natyrës së presidencës, një emër i familjes Jashari del gjithmonë. Del. Dhe gjithherë Kësaj radhe dukej më serioze se kishte shtuar dhe gjithherë del. Rrëfimi deri në orën 3 mëngjesit. Sakt. Dhe gjithherë del familja Jashari e ka bë këtë punë jashtëzakonisht mirë me, si më thonë, me një mahtëri të madhe, që asnjëherë nuk është hinë në këto diskutime, po kësaj radhe ke intensiteti i diskutimit aq i madh, kriza cila vinte aq e madhe, presioni që bëhej publik aq i madh, sa që Zoti Jashari në ambientet e Universitetit Prishtinës, i pyetur nga një gazetar i cili insiston, pra detyra e gazetarit është me insistu në përgjigje, jep një përgjigje e cila me një formës e tjetër e shem një kull të letrave që mundohet me ndërtu Zoti Kurti. Dhe e dyta, të cilën Zoti Kurti nuk ka mujt me paramendu, ka qenë konstruktiviteti i dy liderëve opozitar. Nuk ka llogaritur që do të jenë konstruktiv. Nuk ka llogarit, do me thonë unë jam i bindun që ka prit që do të ballafaqohet me një, si me thonë, situatë ku gjithsesi një fjali që do thuhet prej tyre do të jetë fjali që ai do të mund ta përdor publikisht për të bërë atë që e bën më së miri. Pra, nxjerrjen e fjalisë për kontekstit dhe këtë grindavecërinë që po e përmend Dugi e që unë për referohem si metodë e veprimit politik, pra linqimin publik çdo kundërshtari mendimin ndryshe për tash e plot vjet. Tash, kjo nuk ndodhi. Po nuk ndodhi, po sërish po flet për skema, po sfestum. Po flet masi që u po. Po thot do të kuptohen. Po do të kuptohen, po fundi eri kuptimson fillimin. Po a fillimi eri kuptimson fundin, varet kur qysh është çat ditë, qysh njihet atë ditë. Pra, çka ndodh tash? Ora është. Po e di. Po çka ndodh? Del në konferencë për shtyp me zotin Abdi Xhiku, mas konferencës parë për shtyp, dhe shumë me rëndësi me ndëgju edhe me përsëri çka thot Zoti Kurti. E kemi nga rizia, sapo ma japin shenjën... Sa herë të flet Zoti Kurti për këtë krizë, duhet me vendos këte. Pa deklarata Video numër 1 regjia. Pas